Në disa pjesë të qytetit të Çakovës, parqet po përballen me tharje të barit dhe mungesë të mirëmbajtjes. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë ndikuar në përkeçësimin e gjendjes së sipërfaqeve të gjelbra, ndërsa në disa zona vërehen hapësira të dëmtuara dhe pa gjelbërim. Një qytetar të cilin e takuam në parkun e qytetit shprehu shqetësimin për gjendjen aktuale të parkut. Për kapacitetia nuk muj me fajsu kërkon për pas vetveten, të nisë prej vetvetit e tjertë për mas, sa ne jem popull si prodhojmë për lokë malë. Gjatë ditëve me temperatura të larta, natyrshëm shtohet edhe nevoja për hapëstira me më shumë friski, prandaj nevojitet më shumë mirëmbajtje, sidomos tani gjatë sezonit veror. Temperaturat janë shumë të larta dhe hapëstirat të gjelbra ka nevojë për ujitje dhe kujdes. Siç mund të shihet edhe në syrin e kamerës, ka pjesë të dëmtuara që kërkojnë ndërhyrje.